Faleminderit që jeni sonde këtu bashkë me ne për të prezentuar një projekt ide të planit të përgjithshëm rregullues qytetit të Elbasanit. Siç e dini, para 3 vjetësh ka pas një projekt të koplanit i cili nuk përfundoi për shkak të mos miratimit të gjithë bashkëpunëtorëve të transportimit për Elbasan, duke pa vrejtje për kacë, por duke pas parasysh faktin që ndodhin në një realitet edhe për shkak të fillimit punimeve të rrugës Elbasan-Tiranë, që qyteti i Elbasanit i jep një impakt tjetër, duke u përfshi në të famshme e kërkuar për shumë vitesh të frekanës dhe Elbasan-Durrës-Tiranë. Ne si bashki, Drejtoria e Urbanistikës së Bashkisë, në bashkëpunim me studien of Architect in Milano, bashkëpunim me inxhinier që kemi të Universitetit të Pizës dhe me inxhinier Arden Jeli, kam paraqitur një projekt, cilën ne para se të fusim në organizmat zyrtare kërët Fshit Bashkiak, ta diskutojmë me grupet e interes, pjesës cilës jeni dhe ju keni sot pranishur. Të bëjmë vrejtje për kacë, kërkesat, në fund të nxjerrë një plan i cilit jetë i pranueshëm dhe një plan i detaju i shërbejnë jo vetëm të sotës, por edhe të ardhmes të qytetit. Unë duke pas konsideratën më të lartë për profesionalizmin tuaj, nuk do të gjeja specialistë të mirë për dhënë mendime, për kacët, për dhënë mendimet e nevojshme dhe të domosdoshme, dhe mbasi të diskutojmë bashkë pse jo dhe të vendosim për ato që ju mendoni dhe gjykoni, të bëjmë korrigjimet për kacët dhe paraqisim të qytetarëve të Elbasanit për ta kaluar në strukturat e ligjore të cilat janë të nevojshme dhe domosdoshme pa arritur në Kryeqytetin e Republikës. Edhe herë ju faleminderit dhe ngjoj prezantimin nga zoti Erdemir, njëkohësisht jam edhe harta të varur pas një detaj. Shpresoj që për çdo paraqitje do të ketë pyetje, mendime, propozime dhe gjykime, ne do të bëjmë shënime për kacë që firmat dhe personat që merren me këtë punë bashkë me urbanistikën e bashkisë të vendosin për të ardhur në atë moment decisiv që le të mos kemi asnjë vrejtje dhe mos kemi asnjë pishmon, lam të pabon ose lam të pabon, sepse është një plan që i reziston 20 vjetë kohës. Ju tashmë e dini që përkalojnë kërët është plan është shumë vështirë të banë ndryshime. Ndaj, duhet të jemi të kujdesur dhe unë mendoj që ju jeni personat në specialist dhe shumë mendje, bëjnë më shumë se se një mëndë, dhe të kemi një gjatë ide për të qytet. Ju faleminderit.